Pas vendimeve të fundit të presidentes së shtetit Gordana Siljanovska-Davkova për ndryshimet në strukturat komanduese të armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, kanë vijuar edhe sot një sër reagimesh. Sipas partisë opozitare shqiptare BDI, për herë të parë që nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit, asnjë shqiptar nuk mban pozitat kryesore në ushtrinë e Maqedonisë së Veriut. Integristët thonë se heqja e generalit të vetëm shqiptar Besnik Emini nga komanda operative ka lënë shqiptarët pa përfaqësim në 4 pozitat më të larta ushtarake. Për më tepër, emërimi i generalëve Orce Jordev dhe Mirce Gjorgjevski, të cilët kanë marrë përgjigje negative nga NATO për sertifikatat e sigurisë, ngre shqetësime serioze mbi orientimin strategjik të vendit tonë. Këto zhvillime sugjerojnë një prirje drejt udhëheqjes anti-NATO, pro-serbe dhe pro-ruse në ushtri, ndërsa shqiptarët po përjashtohen sistematikisht nga sistemi i sigurisë. Në këtë situatë alarmante, partitë shqiptare në qeveri duhet të ndërpresin rolin e avokatit të politikave anti-shqiptare dhe përjashtuese. Ndërkaq, nga koalicioni Vlen, pjesë e qeverisë qëndrojnë në një vijim me Siljanovskën, ndërsa ndryshimet në ushtri i arsyetojnë duke akuzuar BDI-n. Ata thonë se BDI, e cila vazhdimisht flet në emër të luftës, tashmë i ka shpallur luftë vetvetese deri në shkatërim të plotë. A mund të jetë rastësi që Besnik Emini, pjesë e armatës së Maqedonisë gjatë vitit 2001, u gradua në general pikërisht nga BDI? Jo, sepse gjithçka që ka bërë kjo parti në këto 20 vjet ka qenë në kurrizë të shqiptarëve. Çfarë lidh BDI-n me Besnik Eminin? Pse eksponentët e saj derdhin lot për të? A ishte ky një pazar i zakonshëm për të mbajtur pushtetin? E ndryshimet e fundit në ushtri i ka komentuar edhe deputetja aktuale e LSDM-s dhe ish-ministre e mbrojtjes Slavjanka Petrovska, e cila vlerëson se këto ndryshime janë të papranueshme dhe jo profesionale. Ajo pretendon se shkarkimi i disa generaleve me rekorde ushtarake jashtëzakonisht profesionale, sikurse është Besnik Emini, është i pajustifikuar dhe është një hap mbrapa. Është e pakuptueshme që një general që ka marrë gjithmonë vlerësime pozitive nga aleatët e tij dhe që ka ende shumë për t'i dhënë ushtrisë, të pensionohet dhe të ricaktohet nga një komandë operative në një sektor të ministrisë. Petrovska shqetëson informacionin se individet të cilët në të kaluarën ishin refuzuar për certifikim në NATO. Tani ajo thotë se përshirton pozitivisht në presionin politik të shërbimit të sigurisë ushtarake. Ndryshe, në rrjetet sociale për general Besnik Eminin kanë reaguar pothuajse të gjitha partitë opozitare shqiptare.